fshatin Virdisht, Roskovec, shtetasi Refit Buzi, datinit 91, rreth 35 vjeç, për motive ende të paqarta, për shkak grupi hetimor po vazhdon dhe po ka intensifikuar punën për shkaqe dhe motivet, ka vrarë me armë gjahu, ka vrarë babain e ish të dashurës së vet, ka plagosur nënën e ish të dashurës dhe në kushtet e kësaj ngjarje ka marrë me vete të dashurën në makinë dhe është larguar në drejtim të zonës periferike në dalje të Vidishit. Menjëherë pas marrjes së njoftimit, grupi hetimor ka organizuar punën në lidhje me lokalizimin dhe organizimin e të gjitha strukturave policore ato të vendeve fqinj dhe për shkak të rrezikshmërisë është njoftuar dhe me prezenca e forcave kombëtare Renea. Falë punës profesionale, profesionalizmit dhe përkushtimit të gjithë drejtorisë vendore, është bërë e mundur nëpërmjet negociatave që të mundet të lirohet të dashur e vet, e cila ndodhet jashtë rrezikut në spitalin e Fierit. Ku është ndaluar? Jemi ende duke negociuar me të gjitha strukturat e në gjithë organizimin e shërbimeve, jemi duke negociuar me autorin për të dorëzuar. Që ta ndalemi tek vajza. Duke qenë në këto kushte të kësaj ngjarje, nga ana e drejtorisë vendore Fier është vlerësuar maksimalisht në gjitha strukturat e posaçme për uljen e rrezikshmërisë dhe parandalimin e çdo ngjarje kriminale ndër të tjera. Është duke negociuar ende grupi i drejtorisë vendore dhe i forcave kombëtare Renea dhe të bëjmë të mundur shmangjen e viktimave të tjera në lidhje me këtë ngjarje. Është duke negociuar, jemi në kushtet që jemi në largësi të autorit për shkak të negociatave dhe distancës së mbajtur në lidhje me perimetrin e sigurisë për të bërë të mundur që edhe dorëzimin e autorit për parandaluar, siç e përmenda, dhe pjesën e një ngjarje tjetër. Ende nuk ka një informacion të saktë, pasi grupi në drejtimin e prokurorisë me prokurorin në vendngjarje është duke hetuar dhe duke marrë gjitha shkaqet dhe jemi përpara këtij fakti të kësaj ngjarje. Ende nuk kemi një informacion të saktë në lidhje me, nuk ka qenë me masiguria personi, jemi në kushtet e një debati të lindur me familjet e ish të dashurës. Por ato vlen për të dokumentuar dhe për të dalë para jush, për të dalë përpara jush, për të dhënë një versionin më të saktë të kësaj ngjarje. Vajza në çfarë momenti është kapur? Familjar të autorit janë përfshirë në negociata që ai të dorëzohet? Nuk ka asnjë negociat të familjarëve të autorit përveç se forcave të sigurisë kombëtare Reneas dhe grupet negocimit të drejtorisë vendore Fier. Zoti Ahmeti, a ka bërë rezistencë për të lëshuar vajzën? Jemi në pritje, ka tentuar të gjithë kohën që unë do vras veten, mos mu afroni, do vras veten, por jemi duke negociuar. Për sa kohë grupi hetimor që në marrjen e njoftimit që në orën 6, gjithë drejtoria vendore me gjithë forcat speciale janë në vendngjarje për të bërë të mundur parandalimin e një viktime tjetër apo ngjarje tjetër. Faleminderit.